nën kontrollin amerikan është SPAK-u. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, okej, por... Dhe europian shumë. A nuk ka një shqetësim kryeministri se mos kjo opozit po i vjen jo nga SPAK-u në vetvete, por nga Unë besoj Zoti Rama ka një dilemë madhe kush... Me që se ti se pse ko, a mos ndoshta kërkon kohë të qartësohet dhe për këtë element? Kush përorienton SPAK-un? Ne kemi drejtues të ri, cili nisi zyrtarisht detyrën ditën e djeshme, Zoti Brau, ku ndodhite javëve të fundit deri para se i se zgjidhej, kemi parë që jo vetëm zyrtarët lartë amerikanë që bënin vizita, po dhe Ministri i Jashtëm Federal i Gjermanisë vjen në Tiranë, bën një përshëndetje formale me homologën shqiptare dhe 2 orë kyçet, më themi, takim me persona në fjalë. Dhe faktikisht duke sikur dhe politika europiane dhe amerikane janë orientuar që të kemi një SPAK tepër të fortë për luftuar korrupsionin, jo krimin organizuar. Pavarësisht se SBA thotë krimin organizuar ka të drogës, fakti që në krye të saj u vu shefi seksioni antikorrupsion, ish shefi seksioni ndjes, se tashmë është drejtuesi SPAK, është një mesazh tepër i qartë që korrupsioni i velet larta nuk do të jetë çështje dytësore, dhe çështje parësore. Dhe Zoti Dumani me shumë mundësi do i japin atë që ditë bëjmë më mirë si prokurori i krimeve të rënda, merr me grupet kriminale si krau i djathtë i Zotit Brau tashmë. Duket se ishte Altini dhe Klodi, tani është Klodi dhe Altini. Janë po e njëjta dyshe. Dhe vetë ti Zoti Rama tani mund të ndihet, mund të themi, edhe publikisht disi i cënuar për shkak se opozita që nga shtatori deri tani nuk e se kanë gjitë ndonjë fjalë në opinionin publik. Kanë gjitë vetëm aksionet e SPAK-ut. Ndaj thot opozitën po e bën SPAK-u, pasi SPAK-u që po i cënon pushtetin. Dhe faktikisht ke 76 mandate, ndihesh i cënuar në një mesazh goxha do të thonë. Mandate ka në sallën e parlamentit, nga ku nuk percepton rrezik. Mund të jetë kjo një arsye pse e morën socialistët këtë afatkohor këtë shtyrje, meqense ne po shtrojmë pyetjen pse ka shumë kohë në kërkojnë socialistët. Mund të jetë kjo për të kuptuar Rama nëse një goditje e tillë po i vjen nga partnerët? Po nuk përjashtohet. As kjo nuk përjashtohet. Shikoni, unë kam përshtypjen që Rama është tani edhe në atë dilemën. Neve shpesh ngrejmë pyetjen, a e ka lëshuar, po themi, zonjën Balloku është pra. A lëshoj Velien, a lëshoj... Lëshimi është në rast se ke nevojë për mbrojtje. Po themi. Nëse ke nevojë për mbrojtje, pastaj del deduksione të tjera logjike. Prandaj, po themi, unë mendoj që ai e ka marrë vendimin. Pra, nëse do ta mbrojë deri në fund apo do ta lëshoj. Po themi, nuk është i paqartë, thua. Nuk është i paqartë në veten e vet. Tani çështja është se sa më mirë t'ia sjell këtë publikut. Pra, ç'do të thotë kjo? E para njerë se si do të përkthehej kjo tek të vetët. Pra nëse do ta lëshonte, do thonë që Rama i lëshon të vetët, e ka pranuar vetë. Është një shqetësim që Rama e ka pohuar dhe vetë, që i ka ardhur në vesh, socialistët e thonë, i gjati të lëshon. E ka thënë vetë ai. Pra, e para njerë se si do të përkthehej një tjetër rast që Rama e lëshon, po themi, tek drejtësia. Kështu që Rama do të po merr kohë për të treguar që unë po bëj gjithçka për ta mbrojtur, por nuk mund ta mbroj. Pra, po themi një nga ato. E dyta, se si do të sillet nëse do ta mbroj. Si mund ta mbroj nëse deri dje thoshte që SPAK është i pavarur, SPAK-u bën detyrën e tij, ne bëjmë punën tonë. Nuk mund të hedh poshtë të gjithë politikën e tij prej, po themi, tashmë 10 vjetësh, që është drejtësia e re, që ai e ka ngritur, po themi, e ka mbrojtur, e ka mbështetur dhe nëse tani e hedh poshtë, vjen momenti që ta hedhi poshtë këtë gjë. Kam një pyetje unë, sa nga këto raste të cilët kanë thënë e lëshoi Rama ja hodhën paqë me drejtësinë? Do thotë gjithë kanë pas probleme me drejtësinë. Nëse dikush do t'i japi mbrojtjen në raste të tilla, atëherë bie që mbrojtja do të jetë jo ligjore, do jetë dilema. Vetvetiu dilema ishte nëse me zonën Balloku gjëja do të ndryshonte. Sepse vlen të rikujtojmë dhe diçka, kur nisi kjo përplasje mes Ramës dhe drejtësisë për çështjen Balloku, shumë njerëz më kanë thënë mos harro çfarë ndodhi me rastin e Veliajt. Tone shumë të ashpra, sulm shumë i ashpër, verbal të paktën. Madje edhe më i ashpër se në rastin Balloku. Por u tërhoq. Kush u tërhoq? Rama nga sulmi ndaj SPAK-ut. Veliaj më pas mbeti në duart e drejtësisë. Ndoshta edhe për shkak se ishin zgjedhje dhe është ajo që tha Vini, qytetarët kanë besim të lartë tek SPAK-u dhe mendojnë ndoshta që mund kishte kosto elektorale vijimi i këtij sulmi.
Por shumë njerëz më thonë, nuk e di se si e shikoni ju këtë gjë, mos e harro si fakt që ndonse e nis me këtë sulm me këtë përballje, në moment të caktuar kur e shikon të volitshëm, tërhiqet. Pse? Sepse kostoja në atë moment do të ishte më e madhe. Është pikërisht kjo pra. Sepse duke ditur që SPAK-u, gjykata e posaçme, institucionet e reja të drejtësisë kanë edhe mbështetje ndërkombëtare nga mbrapa, zoti Rama nuk e nënvlerëson këtë pjesë. Si thua, prandaj edhe të vetëve u ka bërë të qartë që me drejtsinë e re merrem unë, deklaratat tuaja me SPAK-un do të jenë të kujdesshme. Pra, çfarë do të them? Ai e di deri ku duhet ta tërheqë litarin me institucionet e reja. Pa e kputur. Pa e kputur. Pra, sepse është shumë e rëndësishme edhe për veten e vet. Prandaj ai bën këtë, prandaj ai po kërkon kohë. Pra, është tepër interesant fakti se zoti Rama shko si përfaqësues i Shqipërisë Bruksel, i qeverisë shqiptare mbledhjet e Këshillit. Dhe institucioni që vlerësohet aty është SPAK-u, nuk është qeveria shqiptare. Që SPAK-u ka, më themi, klientët e preferuar antarët e qeverisë zotit Rama. Okej, po ka përshtypjen që për sa kohë Shqipëria vlerësohet, automatikisht edi Rama ka drejtën të thotë që okej, po unë po e drejtoj këtë Shqipërinë prej më shumë se 12 vjetësh, kështu që prandaj ai publikisht nuk lajmi i madh është që Shqipëria po avancon, po arsyeja pse po avancon Shqipëria nuk është se bëhet në themi publike shumë. E kuptoj. Se në kryet vlerësimeve gjithmonë struktura e posaçme antikorrupsion. E kuptoj, po të jemi dhe ne pak realistë. Goditjen e krimit nivelet larta, thoshte raporti i fundit, dhe zyrtarëve të lartë. Por vetëm një grup kapitull keme çështjet e drejtësisë, ndërkohë që Shqipëria ka avancuar edhe për shumë çështje tjera. T'i japim Cezarit çfarë është Cezarit. Sigurisht që drejtësia është ndër më kryesorët, e kemi thënë hapet i pari dhe mbyllet i fundit, por nuk është i vetmi sektor. Kështu që duhet të flisim pak për këtë USB-n me provat, meqense pati një debat të madh procedurial mbi këtë, a duhet të merren këto, si duhet merren këto, në përfundim morëm pas një lloj garancie përveç se asaj firmës se deputetët firmosin që do të ruajnë sekretin hetimor. Sa kohë jep daljes, pyetja ime në fakt është sa kohë jep daljes dosjes në publik. Është ajo që thashim në fillim, o duhet të besojmë ke procedura ke institucioni ose nuk do të besojmë. Nëse të besojmë ke procedura, do themi deputetët nuk të nxjerrin, do jenë të ndërgjegjshëm. Njerëzit se ke po nuk do ndodhe kështu, kjo është ideja. Pikërisht prandaj pyetja ime nuk ishte a do dali, ishte kur do dali, sa kohë jep. Shumë shpejt, shumë shpejt. Nuk e mbyll javën, them. Ajo që i druhem, javën tjetër, se kjo fundjava besoj. Nuk e mbyll javën tjetër. Për të kopjuar, sepse kishte një dietë paqe. Ajo se çfarë i druhem unë, ka qenë një bisedë që kemi bërë në mënyrë informale, ishte nga që janë 10.000 faqe në keq përdorimi i paragrafeve të caktuar për çështje të caktuara. Kjo është ajo e cila dezinformon dhe opinionin publik më pas mbrapa. Është një tjetër